vuani nga fryrja e barkut, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Një infeksion i traktit urinar mund t'ju bëjë të nxitoni shpesh për në banjë. Ndonjëherë madje mund të bëjë që personi të ndihet sikur duhet të përdor përsëri banjën menjëherë sapo të ketë përfunduar. Mund të ndihet si presion në bark, dhimbje ose fryrje. Sëmundja e mëlçisë, e cila mund të shkaktohet nga përdorimi i alkoolit, hepatitit C, mund të çojë në grumbullimin e lëngjeve dhe po ashtu të shkaktojë fryrje barku. Sëmundja inflamatore e zorrëve është një gjendje inflamatore që prek kryesisht zorrën e trashë dhe zorrën e hollë. Kjo mundet që të shkaktojë diare, dhimbje barku dhe madje edhe fryrje. Ulëmtimet kanë treguar që njerëzit me sëmundjen e Kronit kanë më shumë gjasa të jenë intolerant ndaj laktozës dhe intoleranca ndaj laktozës mundet të shkaktojë formacione gazi të cilat munden të çojnë në fryrje.